Sezoni i shtëpisë më të famshëm në Shqipëri po i afrohet finales së madhe dhe pyetja që po dominon diskutimet mes publikut mbetet e njëjtë: kush do të shpallet fituesi i këtij edicioni? Kësaj dileme është përgjigjur me humor dhe opinionisti i programit Arbra Hajdari gjatë një interviste të fundit ku u pyet drejt për drejt për emrin e fituesit të mundshëm. Gjatë bisedës moderatori e vendosi në sprovë opinionistin me pyetjen: kush e fiton shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke pritur një përgjigje mes finalistëve që po dominojnë lojën këtë sezon. Por Arbra Hajdari zgjodhi ta anashkalojë seriozisht pyetjen duke sjellë një moment humori në studio. Ai përmendi me batutë emrin e kolegës së tij në panel, opinionistës Monika Kryemadhe, duke thënë: "Monika, çka shkaktoi të qeshura të menjëhershme mes të pranishmëve?" Edhe pse pyetja për fituesin mbetet pa një përgjigje konkrete, opinionisti vijon të theksojë se gara është ende e hapur dhe çdo finalist ka shanset e tij për të shkuar deri në fund. Finalja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri pritet të sjellë emocione të forta dhe një përballje të ngushtë mes banorëve që kanë mbetur në lojë, ndërsa publiku po pret me paturim të mësojë emrin e fituesit të këtij edicioni. Nga deklaratat e Arbra Hajdarit, vëmre që marrëdhënia e tij me opinionisten tjetër, Monika Kryemadhi, është mjaft e shkëlqyer.